aranzhmani qeveritar, nëse nuk garanton... Të dëgjojmë rikthehemi pra vetëm Fatmir Limaj të shumë se çfarë po thotë Kani dhe Kerem. E kemi thënë para 3 muajve. Në politikë duhet bisedohet, duhet takohet. Duhet njerëzit përgjegjës që kanë marrë përgjegjësi janë persona publik që drejtojnë parti politike ose institucione. Gjithmonë po kanë obligim për te unë i tyre, e atyre politikat mahalla primitive, të ikin edhe të ulen bisedojnë. Zakonisht bisedohet me ata të cilët ki dallime ose mos pajtime, me tentu me gjetë marrëveshje se kompromise që i shërbejnë shumicës këtë rast. Kështu që mirë që po ndodhin këto lëvizje, shpresoj që këto lëvizje të vazhdojnë. Ne ende nuk kemi marrë ndonjë ftesë nga presidentja, kështu që nuk kam ndonjë përgjigje sepse nuk kemi ftesë. Që do të jetë qëndrimi juaj sot gjatë seancës, sa do të votoni nëse kandidohet prapë Albulina Haxhiu për kryet vendore? Qëndrimi siç ka qenë deri më tani. Kosovë do të vijë deri te një shumicë parlamentare. Nëse merrni një shumica prodhon edhe zgjedhjen e kryetarit edhe qeverisë. Veç kjo është rruga e shëndetshme demokratike, nuk ka rrugë tjetër. Prandaj duhet provohet të ndërtohen shumicat parlamentare me qëllim që Kosova të vitojë institucionet. Dhe shumica parlamentare, si me thënë, identifikohet ose etablohet tani në zgjedhjen e kryetarit të vendit, sepse për çka quhet shumicë parlamentare? Aja e cila ka me mbështet, ka me dalë edhe institucionet prej saj, kryetari i vendit, qeveria dhe pastaj që shumicë parlamentare mbështet qeverisjen ose qeverinë e vendit me ligjet e saj. Zoti Limaj, nëse keni me marrë ftesë presidentit, sa keni me shkun takem? Siç e dini, unë jam i pari, bile jam, si me thënë, jam linçuar. Para një 2 muajve kur kanë thënë që për tema nacionale duhet ulet bisedohet me të gjithë. Dhe ju gjithmonë do ta keni një përgjigje time pozitive. Sepse kjo është rruga, nuk ka rrugë tjetër. Në të gjitha ftesat e cilat janë në funksion të bashkëbisedimit, të shqetësimit dhe brengosjes për gjithë zgjidhje, në ftesa tilla ne gjithmonë i përgjigjemi pozitivisht, pavarësisht nga kur vijnë ftesa. A e mbështet nismën propozimin e LDK-s për qeverinë nacionale të tranzicionit? Ne jemi për qeverisë shumicës, është një propozim që duhet trajtuar, po besoj që ai propozim duhet të konkretizohet, duhet të ftohen, si më thanë, propozuesi duhet fillojë të iniciativën të shoh edhe të bëhet përpjekje për të realizuar edhe atë ide. Ja vlen të ulet të bisedohet. Dhe pastaj qëndrimet tona i shfaqem aty në një takim të mundshëm. Po unë përgjithsisht mbështes idenë ose mënyrën e qeverisjes të shumicës. Shumica duhet ketë Kosova një shumicë parlamentare. Vetëm kështu mund të krijojmë institucione të përgjithshme, stabile dhe që mund të përgjigjen detyrave dhe sfidave që na presin atë qeveri. Nëse shkoni te presidentja, a do të keni një ide se partisë nisma që do të shkoni ndonjë propozim? Po, besoj që po, kemi disa propozime. Cilat do të jenë ato? Besoj që sfari do ta ndëgjojmë, nëse kemi ftesën do të ndëgjojmë çka. Cila është qëllimi i ftesës presidentes dhe nga aty pastaj ne do të shfaqim mendimet dhe qëndrimet tona. Faleminderit. Faleminderit juve. Ishte një deklarim ky Fatmir Limaj, kryetarit të nismës socialdemokrate, që vazhdoi ta përsërit pra se duhet një marrëveshje politike për krijimin e shumicës parlamentare. Ndërkohë po vazhdoj vetëm edhe pak atë metëm tek qëndrimi i lidhjes demokratike të Kosovës dhe kryetari Abdigjiku kishte deklaruar që subjekti i tij nuk është i gatshëm të përfshihet në asnjë model që nuk i adreson 2 tema të mëdha. E para, çështjen e presidentit, e që një koalicion me subjekte tjera, me subjekte tjera të dytën e të tretën, nuk mund të adreson të këta, sepse ne e dim që duhen 80 vota prezente në sallë, dhe që tjetë me mandat, mos jetë eksperimental, po tjetë me një mandat s'pakut plot kushtetues. Tash, në këtë mënyrë, këto parakushte politike të lidhjes demokratike të Kosovës, askush nuk ka pas kapacitet t'i plotësoj përpos lëvizjes vetëvendosje. Ti mund të jesh formalisht kundër lëvizjes vetëvendosje, por parakushtet politike me cilën i keni vendosur si subjekt politike bëjnë pashmangshëm bashkëpunimin me lëvizjen vetëvendosje. Mirë po tash, këtë sfida e Lumir Abdigjikut është që kjo të mos bëhet hapur dhe të mos bëhet në mënyrë që mos bëhet hapur, do thotë kështu vetëm LDK-ja dhe vetëvendosja të futen në këtë aranzhman, por po e kërkon edhe ndihmën e partive tjera politike që
së bashku të përfshihen në këtë solucion për të dalë nga kriza. Por parakushtet e tij politike, do thotë, e bënin të pashmangshëm bashkëpjesëmarrjen e lëvizjes vendosje në pushtet dhe e rënonin pozicionin e tij politik të deri atëhershëm se LDK-ja është e ndryshme nga LDK-ja është e ndryshme nga të gjitha subjektet tjera politike dhe nuk ka të bëjë asgjë me modelin e drejtaneshëm të politikbërjes në Kosovë, por se kjo do ta përfaqësojë një rrugë kretre, do ta hap një shtek të ri të politikës në Kosovë, në mos në këto zgjedhje, do të preferoj të qëndroj në opozitë deri kur vjen momenti që dëshmohet për të jetësuar ky vizion i lidhjes demokratike të Kosovës. Dhe ftesat e tyre, në mënyrë të vazhdueshme, ftesat e tyre të disa deputetëve të LDK-s për marrëveshje politike, por që ne si subjekt, kjo situatë nuk zgjidhet pa marrëveshje politike, por ne si subjekt nuk jemi të gatshëm bëjmë marrëveshje politike. Pra ishin disa kontradikta që e kanë vendosur në pozicion paksa të palakmueshëm subjektin e tretë parlamentar lidhjen e demokratike të Kosovës në këtë situatë. E qartë si Kosovë, po shohim që shumica e deputetëve tashmë veç janë duke hyrë në sallën plenare. Kemi kolegen Valbona Bytyqi, e cila është pra brenda sallës plenare, do ta marrim atë Valbona se po na dëgjon, cila është dëshpëron sfera para rinisjes së kësaj seance konstituive. Përshëndetje për juve Fitim dhe shikuesit e Koavizionit. Atëherë tashmë është rritur numri i deputetëve të cilët kanë filluar që të vinë në sallë. Fillimisht ka pasur një numër më të vogël të deputetëve të Partisë Demokratike dhe të Lidhjes Demokratike, megjithatë me të ardhur kreu i Lëvizjes Vetëvendosje, kanë filluar që të vinë edhe deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje. Siç po mund ta shihni, është duke u bërë pra nënshkrimi i deputetëve për të hyrë në sallë pra para fillimit të sallës, si dhe konsultimet paraprake në mes të deputetëve të Partisë Demokratike. Në këtë rast e kemi edhe ish-kryetarin e Kuvendit, zotrin Konjufca, i cili po shihet duke biseduar në fakt me deputetët e Partisë Demokratike të Kosovës, fillimisht me zotrin Hoxhaj dhe zonjën Qitaku, e më pas edhe me zotrin Krasniqit, zotrin Tahiri dhe zotrin Ismaili. Seanca në fakt është dashur që të fillonte në ora 10, megjithatë për shkak të mungesës së deputetëve, madje edhe të vetë kryesuesit, nuk ka filluar një gjë e tillë dhe mbetet të shihet pra fillimisht posa të mbledhen deputetët në sallë, pritet që të fillojë edhe seanca e kryesuar nga zotri Dehari, megjithatë deri më tani në bazë të deklarimeve nuk është se pritet ndonjë ndryshim i situatës e cila është duke u përsëritur tash e 15 seanca. Pritet që sërish Lëvizja Vetëvendosje të mos heq dorën nga kandidatja për kryetare të Kuvendit Albulena Haxhiu, pra duke mos përmbushur kështu kërkesën apo duke mos marrë parasysh kërkesën e opozitës, njëkohësisht pritet që të fillohet pra të vazhdohet seanca aty ku ka mbetur me votimin e një komisioni zgjedhor për realizimin e votimit të fshehtë, për koordinimin e votimit të fshehtë, votim të cilën nuk janë duke mbështetur partitë opozitare, duke mos marrë pjesë në votim. Përveç grupeve të mëdha parlamentare, Lëvizjes Vetëvendosje, PDK-s, LDK-s, AK-s, jemi duke parë edhe përfaqësues të komuniteteve jo shumicë, përkatësisht deputetin Nenad Drashić dhe deputetin Duda Balje. Atëherë, faleminderit Valbona për këtë lidhje direkte nga Kuvendi. Kjo është pamja e sallës së Kuvendit të Kosovës dhe mbetet të shihet se cili do të jetë epilogu i seancës së 15 me radhë. Po, faleminderit Valbona, pishohim të po me të deputetën Duda Balje, e cila ka qenë në fokus të diskutimeve sa i përket fillimisht u tha se do ta mbështetë qeverinë Kurti.